është me përmend Allahun xhallahu ala edhe para gjumit. E ka hadithe të shumta që ka thonë pejgamberi kush e thot këtë dua, do të ketë përfundim të mirë. Një nga ato është edhe ajo që dua ta përmendi në këtë ndaj sot, ku transmeton Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, pe shokut një pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili thot kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha awa ila firashihi nama ala shiqqihi al-ayman thumma qala. Bara ibn Azib thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur binte me flajt shtrihej në krahun e tij të djathtë, binte në djathtë, dhe pastaj e thonte këtë dua: Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja wa la manja minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Këtë dua ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se merra me flajt, edhe ka thonë kush e thot këtë dua dhe vdes në natyrshmëri të pastërt. E cila është natyrshmëria e pastërt? Besimi i drejtë në Allahun xhallahu ala. Ai që vdes, e kjo është doja e fundit, vdes me besim të pastër. Ai që vdes me besim të pastër, padyshim që shpërimi i tij është xheneti. Çka është kjo dua? Kjo dua ka shumë koment, shumë është përmbajtësore, shumë është e begat. Po më dua që shkurtimisht to përkthej që ta kuptoni çka ka thënë pejgamberi para se më raflet. Ka thënë pejgamberi Allahumma aslamtu nafsi ilayk. O Zot, shpirtin tim ty po ta dorëzoj. Tash nuk s'kam më, po flaj, shpirti jam është në dorë tonë. E kthen, se kthen, ju ti është. Allahumma aslamtu nafsi ilayk. O Zot, po dorëzoj shpirtin tim ty apo. Pastaj u wajjahtu wajhi ilayk, edhe fytyrën time po e kthej ka ti. Don i kthym ka ti. Me zemrën time, me fytyrën time jam i kthyer ka ti Zoti i gjithësisë. Wa fawwadtu amri ilayk, edhe gjitha çështjet mia ti po t'i dorëzoj. Çështjet e njerëzit që kanë feja e tij, pasuria e tij, shëndeti i tij, familja e tij, kaj që ka më Zot, unë tash ti po dorëzoj. Njëri kur ngjom, a ka mundësi më mbrojtë diçka për ty? S'ka mundësi apo? A ka mundësi më diçka? S'ka mundësi. E kush i mbron, kush i ruan? Ai që nuk flan. I vetmi që nuk flan është Allahu azza wa jall. Nëse ti para se më flas çka thosh, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allahu nuk e ka as, domthon, kotja e as gjumë. Allahu nuk lodhet. Allahu nuk kotet, Allahu nuk flan. Që shka thonë pejgamberi inna Allah la yanam wala yanbaghi lahu an yanam. Allahu nuk flan, e as nuk i duhet me flajt. Për shembull dikush nuk flan se është në punë, s'van me flajt. Ama me po më thon flaja e flan, se nevojë ka me flajt. Ama Allahu xhallahu ala nuk flan, nëse s'ka nevojë, nuk i duhet Allah gjumi. Atij nuk i duhet pushimi. Allahu nuk lodhet. Sikur se ka thënë Allahu xhallahu xhelalu në surën Kaf, kur flet për krijimin e qiejve, tokës se ka kriju dhe thotë wa ma massana min lugub. Edhe nuk i me lodh fare. Këti ka kriju Allahu azza xhel, këti ka formsu, këti ka vendosur në pozitë të tyne, edhe nuk është lodh Allahu xhallahu ala. Larg asaj që thonë don hebrejnë që futet se Allahu është lodh nga krijimi e ditë në shtunë ka pushuar. Allahu s'pushon. Allahu nuk i duhet pushimi. As shtunë, as ditën, as gjumon, po Allahu xhallahu është i gjallë edhe nuk flan as nuk kotet. Andaj wa fawwadtu amri ilayk. Kaj çështje mia çajkum, kaj që kam ti kum dorëzu Allah. Jam i kënaqur që ti je kujdestari dhe mbrojtësi çështjeve të mia. Wa alja'tu dhahri ilayk, edhe shpinën e kum shet për ty, do shpinën e fortë kam. Tash edhe pse njëri të ndërmozur në çdo situatë është më i dobti, ngjum mund fëmia me të rrejapën. Apo s'nia kthen se të flajt jap. Je shumë i dopt. Ama këtë armish shejtani që të nëmet bëtë dëmë, nështë në gjumë, je më i dopt me të thosh alja'tu dhahri ilayk. O Zot, shpinën e fortë kam, se në ty ju më shtetë. Flenë rahata nuk të qëtësën kur që në gjumën të mërinë Allah të më numë. Pasaj ka thënë pejgamberi sa në këtë dua, ragbatan wa rahbatan ilayk. Ragbatan jam i orientuar me shpresë në shpëlimin tënë. Edhe kam frikë për dënimin tënë. Unë më ty në bështet, ty në besoj. Po gjunat e mija nuk më bënë me konë shumë i sigurt. Kam frikë për teje. Ama frika kur nuk më bënë me hup shpresën në faljen tënde edhe në shpëlimin tëndë. Pastaj ka thonë, la manja, wala malja minke illa ilayk. Nuk ka shpëtim, as nuk ka strehim për teje pas të ti.
Nuk ka këna mikë për Allah të azogjen. Njëri ikë për armiku të miku. Apo? Njëri ikë për smunjes të shneta. E për Allah të ku ikë? Ku kime shku me ikë për Zotit për shumë? Për dënimit Allah të ku kime ikë? O për të Allah kime shku për. I vetëmi është Allahu gjellë gjellë që për ti ikum të aj. Ikum për dënimit Allah të shpërlimi Allah të azogjen. Ikum nga hidrimi Allah të këfali Allah gjellë gjellë. I vetëmi është Allah gjellë vala. Sikur se ka thë Allah gjellë vala, dhe në surën e dhariyat, u firru ila Allah, ikni të Allahu të barë këtëre, ikni pikujt, për Allahut, kuptim dënimit Allahu gjellë vala, ikni nga dënimi Allah të ku këra me shku, për te, o zot, o petet i këra me harë, s'këna ku me shku. Ndaj, kjo është miku jonë, kjo është Zotë jonë gjellë gjellë, që në te bjenë platu, la menja, s'ka është për ti, la menja, astrëhim, për te pas të tjera, pas të Allahu të bareke o ta'ala. Pas taj ka thonë, amantu bi kitabike alladhi anzalt wa bi nabiyike alladhi arsalt. Unë kam besuar në librin që e ke zbrit. Në vdes, në gjumë, për më në njeri, flan, shkutit në dunjaja, me konfirmimin se Kur'an është libri jam. Kur'an është udhërfyes jam. Kam besuar në librin që e ke zbrit, dhe kam besu në pejgamberin që ti e ke dërguar. Edhe flan. Shiko, që të ka la ilaha Muhammed Rasulullah? A është kjo la ilaha Muhammed Rasulullah? Po, veç është ma detajzume. Që kjo është la ilaha illallah. Me besu se Allah du të më dërzu, ati du të më nëshru, të Allah du të më ikë. Që kjo la ilaha illallah. Veç është e detajzume. është e konfirmume në mënyrë të shpjeguar që është duhet. Në mënyrë të detajzuar që është duhet. Që kjo është la ilaha illallah. Më dorëzu Allahut, më kthy tek Allahu, më pendu tek Allahu, më shpresu në Allahun xhalla wala, më besu në librin e Allahut, më besu në pejgamber, që kjo është la ilaha illallah. Edhe Muhammed Rasulullah. Andaj që kjo është me dek me shahadat, me që dua. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domthon, men qalahun thumma mat, kush i thot këto fjalë, e vdes, des ala al-fitra. Des në natyrshmëri të pastër. Qysh e ka falë Allahu xhalla wala? E qysh ka falë Allahu xhalla wala? Besim të pastër, pa gjunahe. E të ka falë Allah pa gjunahe. Cëllë është ai fëmijë që ka në dunjë ka pa gjunahe? S'ka gjunahe ai fëmijë. Ke vdek në besim të pastër edhe pa mëkate. E ku është veni këtij njeri? Xheneti, xheneti Allahu ta zgjerat. Prandaj të ndonëse kjo është shumë e rëndësishme që këto do me i thonë, nga se kështu ka flajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu nga